Kreu i Partisë Demokratike ka komentuar gjatë konferencës së shtypit dhe reagimeve për disa nga largimet nga Partia Demokratike. Çdo i përjashtuar ka të drejtën e ankimit, por çdo kush që ka punuar me kundërshtarin nuk ka vend në Partinë Demokratike, tha kreu i opozitës. Ai ka premtuar zhvillimin e analizave ku të dalin dhe përgjegjësitë e gjithë secilit. Nga ata që janë përjashtuar aty, në mos gaboj, ishte vetëm njeri. Dhe ai është përjashtuar me motive të qarta. Ai ka qenë nën kryetar në fushat elektorale. Ka punuar për kundërshtarët, për të mos thënë sa gjëra tjera, s'ka nevojë, por edhe ai dhe çdo njeri tjetër ka një gjykat kjo parti, duhet paraqesë ankesat. Nuk është Sali Berisha gjykatësi i partisë. Po, Sali Berisha ka premtuar me kohë që do bëhen analiza. Ka premtuar me kohë që në këto analiza do nxirren përgjegjësitë. Pa diskutim. Nëse X apo Y, për shkaqe s'më interesojnë, bën fushat dhe bën thirrje të votohet, bën thirrje ditën para votimit që të votohet për kandidatin e Tom Doshit. Unë mendoj se është me pakta që mund të them pacipsi ekstreme të pretendoj se ka ndonjë gjë të përbashkët me Partinë Demokratike. Ka shkelmuar vetë investimin e vet dhe keqpërdoret. Pra, ata persona që jepin me qera, që japin veten me qera, ata nuk kanë, do të thënë, janë qera, jepin me qera, kaq. Berisha theksoi se strategjia e opozitës është largimi i Edi Ramës nga pushteti, si një rrezik real për paqen dhe sigurinë në rajon dhe me gjerë. Strategjia jonë është largimi i Edi Ramës nga pushteti, si kryetari i organizatës më të rrezikshme kriminale që ka qeverisur Shqipërinë. Si një rrezik real edhe për paqen dhe sigurinë në rajon dhe me gjerë për shkak të lidhjeve të tij me organizatat më agresive. Ju e pat besoj, a e pat, për nuk e jepni. Ku mund ta jepni ju? A e pat ju emisionin e fundit të Rai 3? Çfarë thoshte? Mafja shqiptare më e rrezikshme në Europë, ose mafja më e rrezikshme ndërkombëtare. E lidhur me Edi Ramën. Pastron parat në Shqipëri kryesisht. Përdor Shqipërinë si platformë për të shpërnda krimin në Katerant.